Ukraina sot është shndërruar një fuqi prodhuesish dhe fuqi e dronëve eksperimental për cilat në një pozicion krejt tjetër. Ndërkaq Kosova është në një pozicion të tillë që sot ka gjithnjë më shumë të garantuar mbrojtjen nga forcat e brendshme, është armatosur në përmasat që i lejon një lloj sigurie të brendshme, ndërkaq ka krijuar komoditet bashkëpunimi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në fushën e sigurisë, duke siguruar raketa të veçanta që krijojnë hapësirë vetëmbrojtje dhe që është e vërteta ka marrë një sasi të jashtëzakonshme të dronëve Bayraktar, të cilët kanë shkruar histori në Nagorno-Karabakh, në Azerbajxhan, në luftën e Azerbajxhanit për kthimin e një pjese të Nagorno-Karabahut. Pra jemi në një pozicion krejt tjetër, ndërkaq Shqipëria politike ka kaluar me sukses fillimin e paketës së shqyrtuar me Bashkimin Evropian si vend kandidat për aderim në Unionin Evropian. Dhe natyrisht ka marrë mund ka të garantuar dëshmi, po që është një lajm jashtëzakonisht i fuqishëm, sepse po i rikthehet duke i rikthyer hartës gjeopolitike të Evropës, duke i rikthyer plotësisht familjes evropiane, Shqipëria politike praktikisht i hap mundësitë kombit shqiptar që të jetë pjesë e integruar Bashkimit Evropian nesër. Mirë, po ne e dim fare mirë se cilat janë disa prej problematikave, po themi, që mbartë rajoni ynë. Sa ndikon marrëdhënia me Serbinë, problematika, çështja më konkretisht, nëse do ta quajmë edhe kështu, zoti Sadri, në procesin e integrimit euroatlantik të Kosovës? Sigurisht që ka krijuar pengesa dhe madje pengesa serioze. Sigurisht sepse nuk varet vetëm nga Kosova, sepse ne e dim se cilat janë qasja, po themi, që është pasur dhe mënyra se si është lexuar ky konflikt. Sakt, dhe partnerët tanë